Unë kam dhe me mujtë tana, s'kam dalë në rrugë, se nuk mushe me dalë me batari, se kishe haltë mafë. Unë s'kam kënë e tijë, kam e drejtë, kam kënë të dyja, isaj, kush da që më shifre në rrugë, s'mushe me i pështjellu halën që më ka gjithë. Unë nuk mund të bëj punë të shtëpi si një femën, unë du të me marrë punëtore, ma tepër se gjysa pensionit më shkan ilaçe. Mirjana është një zonjë 65 vjeçare nga Shkodra, e cila ka probleme të theksuara me shëndetin për shkaqe që nuk lidhen as nga mosha e as nga Zoti, por nga një grup personash të cilët mision thelbësor kanë shpëtimin e jetës. Historia që lidhet me keqmjekimin e kësaj zonje e ka zënafillën më 31 mars 2019. Donë me pi i kafe me familjartë, një prosa ime të lokale, aty si mbas dhere të ishe një grup njerëzish, shtyva dhere, edhe sola kujtë më me thanë falni. Një gjes mirësjellje ky që ndryshoi tërësisht jetën e Mirjanës. Atë s'pas se ishte i kam shkallet, por zova, që ndrova sa mora vedi, me familjar, në makinë, shkom për spitali Shkodrës. Aty më banë grafi, në këtë kohë thirën mjekon ortopedist, e pavi grafin, edhe më tha, zoj, ke ba një dëm të madh. Një lajm ky që alarmoi familjarët e zonjës, të cilët u vunë menjëherë në veprim. Djali foli me ishtok vete, se i mirësuar, punotet e spitali Gjerman. Që ndodhet tek rruga e Kavajës, ndërsa sa i takon saj mirësumës, ai i tha djalit të zonjës: Nesër është një mjek shumë i mirë, edhe është me fat nona jote që është e mjek për ndërhyrje. Ta nisi tha kur dushta dhe ambulanca. Erdhi ambulanca me mori edhe ushtume te spitali Gjerman Laprak. Por aty për çudia ja ishte poliklinika gjermane. Një institucion shëndetësor krejt tjetër, pasi e vetmja gjë e përbashkët mes spitalit dhe poliklinikës është fjala gjerman. Te një poliklinik nuk ishte shkaj të bënsh ndërhyrje ortopedike, aq më tepër se ishte një operacion madhor. E vërtet, por këtë gjë zonja nga Shkodra e mësoi pasi ishte bërë dëmi i madh, sepse si miku i familjes saj Mirësuma, si përfaqësuesit e poliklinikës, me sa duket përdorën emrin e spitalit gjerman për të marrë përsipër operacionin e pacientes. Unë kisha ajtën edhe pjesën e gishtave edhe kamps deri te një kamps. Lutem, i tham këtij infermierit, më bën edhe një grafi këtu te kama se kam shumë dhimbje, i banën të dyja. Poshta nuk i tha gjë, por vetëm pjesa e kaviles, ninën sa. Ku për të bërë ndërhyrjen e priste mjeku serb Gordan Gavrilović. Kur i pash si prunën të gjithë, morseta, sharë, gjana, o baba tash ku pa shkaj. Operacioni vazhdoi rreth 4 orë, kur dona thonen ka dalë me sukses. Gjë që për fat të keq nuk ishte as pak e vërtet, sepse si pasojë e thyerjes së kockës së kaviljes, doktori serb kishte vendosur një protezë në këmbën e majtë të pacientes, veprim që do i kushtonte shumë kësaj të fundit, pavarësisht se ende nuk e kishte kuptuar. Doktor të lutem, mu t'i baj matjet e kamps të mamit, t'i shohin që a janë në rregull. Jo, tha s'ka nevojë me ba matjet, se i di si çfarë operacionit i kam ba. Fillunin e mshunin në kamp, fizioterapistja, por edhe unë nuk e kuptosha vedin që kamën e djaft, që tash i kisha ma shkurt se kama majt është operu, edhe që as gjatu, i që majt gishtave. Kisha dhimbje të tmerrshme. Tonë kohën 24 orë, më moshin kamën me akull poshtë. Procedurë që në pamje të parë dukej krejt normale pas një operacioni të komplikuar në kock. 5 ditë me atë, ditën e 5 kur kam dalë, më banin edhe hegrafi, edhe thane që mas ke merak, nuk e kërgja. Tash ata a bashin grafia si që a bashin, nuk e di. Një dyshim që e ka një farë baze, sepse ditë më vonë edhe pas daljes nga poliklinika, dhimbjet vazhdoshin, hapa të papa me të pi, u rrëhen me dhime se tash e ke me marrë edhe fizioterapist. Në një kohë kur i thoshe që dhamin gishtat e kamps, kanë folë të nuk kanë gjatha, kanë vetëm në rridhje edhe tapat kalen. Mirë po edhe pse u bën 2 javë fizioterapi intensive, dhimbjet nuk u shuan. Mas 2 javë edhe jenë spital se u dushin me hek pejnat. Edhe një herë për sqarim, jo në spital, por në poliklinikën mjekësore gjermane në Laprak, sepse ndryshimi mes fjalëve spital dhe poliklinik nuk është vetëm gjuhësor dhe profesional, por edhe ligjor, gjë që do ta shpjegojmë pak më vonë. Me hoqen pejnat, banen matjet e kamps, është krejt mirë, nuk ka kur gjë. Unë kisha dhimbje, fizioterapia vazhdote. Djali duke
duke komuniku me ta, i thanën që në javën e tretë, po bjerë edhe herë në spital t'i ban një vizit tjetër, pse me fjallë ka qëllimje. Kur banën vizitën, ai doktori nuk më dha asnjë sqarim, por që më dha ke me pi këta ilaçe. Edhe unë duke mazdik me i kërku pse janë të dhimbje, kisha kalon depresion se edhe ilaçe pisha për këtë punë. Se kjo gjë s'musha me bë. Regjim shtati për krash me kry nevojat e mia personale. Në javën e 4, përsëri Poliklinika Gjermane, ishin për më bë 3 rezonanca një mas një. Si dëshëm me bë pjesën e Kordokës, pjesën e Kopëzgjunit që kisha dhimbje të papame, edhe poshtë të kams, gishtave të kams. Ato banën të Kordokës edhe banën të Kopëzgjunit. 2 rezonanca një mas një. Edhe i thash nuk mund bëj bam, ishte të merr. Edhe si përfundim, me gjithë këtë mund që u bë, përgjigjet e rezonancës nuk po dhanë. Arsyeja? Mos ndoshta kishte diçka të gabuar në ndërhyrje që i duhet mbajtur e fshet zonjës dhe familjarëve të saj? Pyet djali, lutem, ma jepni përgjigje rezonancë. Djali që e bani tha, unë nuk mund t'jap ta përgjigje se këta do ta shohin doktori. Në fakt, ajo përgjigje nuk u dha asnjëherë nga Poliklinika Gjermane, pavarësisht milionave të paguara nga familjarët e Mirjanës. 500 euro mbani ambulanca, 5.000 euro te Poliklinika, 5.500 euro kena pagu për këtë hata. Por hataja e vërtet do të vinte më pas. Kishte dhimbje të papame, vajza s'mund me një. I the djalit, qoja marbuta të spital Shkodrës, shkoj te spitali Shkodrës edhe i bame grafi gishtave, edhe ku po thotë grafiste, gishtë kam se ke 28 koca ka pjesa shpinës nga komplet të thyme, por të kanë fillu mu njët vedit. Edhe me mendë se çfarë se ato vetë ka ke, unë të bo fizioterapi me kam thyme. Duke i bërë ballë dhimbjeve të padurueshme, por edhe pa përgjegjshmërisë të disa personave, të cilët fal një cop letre të varur në mur, kanë mundësinë që në emër të mjekësisë të torturojnë në këtë tillë forme. Po ka më ushtë molte, ka me bo lëvizje, unë vërtiqë. Fizioterapisti të thote, a janë të të shërby dhe të burë, e tonë këtë lezet, e ti thote dërtet, po më dhëmë marë i thoshet, del për i shpirte, kur e mu me dheqi ishte të kam si ishim të i në njësë për Turqi. Kërë shkuva atje, që u vizitume, atë i thonë në rajsë, që pas kanë pa ba, ma i thëtë, më në bu protezën më të madhe, e prandaj ka tonë këta siklete mami. Për ta sqaruar, mjeku serb që kishte bërë ndërhyrjen kishte përshtatur në këmbën e majtë të Mirjanës një protezë më të madhe se ajo që duhej, duke i shkaktuar asaj dëmtime të pariparueshme, siç ishte zhvendosja e kupës së gjurit dhe këputja e nervit shiatik, gjë që fatkeqësisht e ka lënë këtë zonjë invalide për gjithë jetën. Sipas specialistit turk, implanti jo vetëm ishte më i gjatë, por edhe më i trash, duke e dëmtuar së tepër kockën, duke e holluar dhe bërë atë shumë të dobët, të pamundur për një ndërhyrje të dytë që do të mund të ndrejshte gabimet e para, ndërkohë që probleme vete ngeleshin edhe 23 kockat e thyera në shpinën e këmbës, të cilat ja bënin të pamundur lëvizjen. Vajza i bani pyetje doktorit që mund të bëhet me te, edhe i tha që do t'i tregojnë fizioterapistit të gjitha problemet e nënës, edhe fizioterapia do të bëhet e kujdesshme që ajo mos me pas dhimbje. Vazhdoi fizioterapia atje për 3 muaj, për ditë. Fillova u bëna më mirë, vazhdova me 2 patarica, dhe kur kam marrë këto, kam marrë me 1 pataric. Këtu vazhdova fizioterapinë për deri në nënor. Mos u kaluan 3 muaj, kam shku prapë në Turqi. Për një tjetër ekzaminim, pasi për të ishte e pamundur të kryente lëvizje të rregullta, qoftë edhe me pateric, në një kohë kur njëra këmbë ishte disa centimetra më e gjatë se tjetra. Kam najt edhe një muaj e gjys, me bë vizitat, me bë me shtesat e kam se u do të me bë të gjitha me implante, që me pa sa kama është zatu, sa duhet me zgjatu tash kamën e shnosht, që mos me dëmtu edhe erë në diskale. Thuhet gjithmonë shëndeti mbi të gjitha, por në rastin e Mirjanës, dëmet shëndetësore kanë ecur paralel edhe me shpenzimet maramëndse. U kriju një grup e madhe nga ana financiare, dëmtova komplet familjen. U mbledh një siklet i madh. Masi u ktheva prej Turqie, unë drejt e shtesë kam përfitu kërgja vetëm humjet që kam pas të një masnishme. Duke pas parasysh gjithë këtë gjana, e gjithë këtë dëm, unë mora vendim mi e hedhë në gjyq për gjymtimin që më kanë ba. Kjo është historia jeme.